Një trup elegant dhe një lëkurë e pastër dhe e lëmuar janë dy komponentë të rëndësishëm për çdo vajzë dhe grua, të cilat përpiqen pa rreshtur për t'i perfeksionuar ato. Në Sante Plus Estetik, tashmë ne shohim metodat më të fundit për të eliminuar zonat problematike të trupit e gjithashtu ndjekim disa këshilla për një lëkurë perfekte. Ëndra e çdo vajze apo gruaje është të ketë një trup elegant dhe të tonifikuar, ku linjat trupore të arrijnë perfeksionin. Secila do që të eliminojë defektet në trupin e saj, duke gjetur mënyra dhe forma të ndryshme për të përmirësuar pamjen, sidomos tani në stinën e verës. Tashmë të gjitha dilemat e pikpyetjet marrin një përgjigje dhe një zgjidhje efikase dhe cilësore në Sante Plus Estetik. Në këtë klinik gjehet preja e kërkuar për një trup të bukur dhe një dukje të përsosur. Në Sante Plus, nëpërmjet një procedure jo kirurgjikale, që nuk ka nevojë për anestezi, prerje apo bisturi, bëhet rimodelimi i barkut për ato vajza dhe gra që e kanë të nevojshëm, sidomos pas lindjes. Kjo metodë nuk duhet konsideruar si një trajtim për të rënë në peshë apo për të luftuar obezitetin. Ato që i nënshtrohen kësaj procedure zakonisht nuk e kanë peshën nën kontroll, por kërkojnë zgjidhje për akumulimet dhjamore në zonat e caktuara, kryesisht tek pjesa e barkut ose vitheve. Kjo metodë, e cila është zbuluar nga shkencëtarët e Universitetit të Howardit, quhet kriolipolis. Kriolipolis është vetëm një procedurë jo kirurgjikale që bazohet në ngrirjen e kontrolluar të qelizave dhjamore për eliminimin e depozitave dhjamore, që i rezistojnë dietës dhe ushtrimit fizik. Rezultatet janë të dukshme, të provuara dhe të qëndrueshme në kohë. Pas kësaj procedure, gjithkush mund të rikthehet në aktivitetin normal brenda të njëjtës ditë. Këtë na e dëshmon edhe Helena, vajza që ka zgjedhur t'i nënshtrohet kriolipolisit në klinikën Sante Plus. Elena, ti e kliente këtu e klinikës Sante Plus. Shohim që trupin e ketë rregullt, e ketë mirë, përse po vjen? Unë kam ardhur në klinikën Sante Plus për dhjamrat që kam pak në pjesën e barkut, pasi gjatë gjithë kohës punoj ulur dhe edhe sporti dhe dietat nuk është se më kanë mundësuar që të kem një bark të drejtë të shesh siç duhet për verë. Dhe arrite duke u konsultuar me specialistët këtu dhe estetistët që të gjej një zgjidhje për këtë pjesën jo shumë të sheshtë të barkut. Duke bërë disa kërkime, u interesova pak për zhvillimet e reja që po ndodhin dhe mësova një trajtim të ri dhe erdha për ta provuar. Si funksionon? E di, ke marrë informacion për këtë? Ky trajtim bën ngrirjen e qelizave dhjamore dhe më pas ato duke pirë ujë. Fillojnë dhe zhduken me kalimin e kohës. Mirë, ke pritshmëri nga trajtimi i sotëm? Kam pritshmëri të mira. Doktoresha Sidita Buriçi është ajo që na demonstron tek Helena të trajtim magjik që bën të mundur rimodelimin e barkut apo të pjesëve të tjera problematike të trupit, të cilat të gjithë duan t'i shëshojnë për të patur linja trupore më perfekte. Doktore Sidita, ne jemi këtu bashkë me Elenën, që ndërkohë është paciente, por gjithashtu edhe modele për ta demonstruar këtë procedurë të kriolipolis. Çfarë është tamam kriolipolis? Kriolipoliza, siç është edhe vetë fjala, do të thotë ngrirja e qelizave dhjamore. Do me thonë, përçohen temperatura shumë ftohta për të ngrirë këto qeliza dhe për t'i kristalizuar dhe eliminuar përgjithmonë. Është vënë re që qelizat dhjamore janë specifikisht të ndjeshme ndaj të ftohtit. Do me thonë, kur përçohet një temperaturë ftohtë në një zonë të caktuar, vetëm qelizat dhjamore janë ato që e perceptojnë këtë të ftohtë, duke mos përfshirë qelizat e tjera si nervore, muskulin apo lëkurën. Pra nuk ka dëmtime të pjesët e tjera. Mbasi ngrihen këto qeliza, pastaj si arrin që të asimilohen? Pastaj vetë trupi i metabolizon. Ato metabolizohen në mëlçi dhe më pas ekskretohen me anë të urinës dhe nga veshkat. Përgjithsisht, sipas eksperiencës time, janë shkrirë qelizat që të eliminohen. Në këtë rast është një lloj ngrirje. Pse është ndryshe dhe pse funksionon kjo? Para disa vitesh, disa shkencëtarë të Harvardit vunë re që fëmijët që lëpinin lëpirëse të ftohta kishin një zbrastir në zonën e faqeve.
Dhe kjo e nxiti pastaj që të bëri më shumë research. Që të shpiknin këtë teknologji të re. Është teknologji e re, domethënë mund të ketë 10 vite në treg, por është përqafuar nga më shumë se 1 milion, më shumë se 10 milion individ në gjithë botën. Aty ku përpjekjet për dietë apo me ushtrime fizike kanë dështuar, aty pastaj hyn edhe kriolipoliza. Është një procedurë që bëhet vetëm një herë apo disa herë? Mund bëhet deri në 2 herë, por pjesën më të madhe të rasteve vetëm një seancë është e mjaftueshme. Ndryshimi nuk është i menjëhershëm, domethënë direkt pas procedurës pacienti duket sikur nuk ka bërë asnjë ndërhyrje. Por 3 javë pas procedurës fillon e ndjehet ndryshimi që është edhe i dukshëm edhe i matshëm, por maksimalizohet pas 2 muajve, ndërkohë që eliminimi i qelizave vazhdon edhe pas 3 apo 6 muajsh pas procedurës, domethënë në varësi të metabolizimit nga vetë trupi. Pra është një proces totalisht natyral. Sa kohë zgjat? Si trajtim zgjat 45 minuta deri në 1 orë, në varësi të trashësisë së masës diamore që ne e bëjmë matjen paraprake. Përgjithsisht bëhet në pjesën e barkut, ku tjetër mund të bëhet? Bëhet në pjesën e barkut, në zonën e ijeve, ka shumë femra të cilat janë me një peshë ideale, ndoshta lehtësisht edhe mbi peshë, por që kanë disa pjesë depozita diamore të cilat nuk kanë arritur t'i sheshojnë dot te zona e ijeve, pasi nuk ka suport muskulor aty, kështu që më tepër vinë për atë pjesë. Te pjesa e brendshme, jashtme e kofshëve, mund bëhet te zona e shpinës, edhe është efektive një lloj, si te meshkujt ashtu edhe te femrat. Ne do ta shohim tek Helena të demonstruar do e demonstrojmë te Helena. Kemi bërë matjet paraprake, kur Helena ka qenë në posturën në këmbë, edhe kemi shënuar zonën ku do vendoset aplikatori. Funksionon me vakum. Do me thonë, vendoset një membran që është antifriz kundra ngrirjes, vendoset te zona për të mos dëmtuar lëkurën, pastaj vendoset aplikatori i cili bën thithjen me vakum, me presion negativ të gjithë masës diamore. Okej. Dhe qëndron ashtu për 25 minuta deri në 1 orë. Është e dhimbshme? Nuk është e dhimbshme. Momenti i parë është momenti i tërheqjes, që mund zgjati deri në 2 minuta, 5 minuta tërheqja nga vakumi. Pjesa tjetër është totalisht e padhimbshme e pandjeshme, sepse edhe veti ftohti ka veti anestezie. Lëkura është gjëja e parë që vjet re kur takohesh me dikë. Ndaj mund thuhet se lëkura është pasqyrë mirëqenjes. Kujdesi për lëkurën duhet të jetë maksimal. Kështu për të patur një lëkurë të bukur dhe të pastër, e për të përmirësuar gjendjen e saj, duhet të ndiqni këshillat e specialistëve. Në këtë rast, është doktoresh Sidita, ajo që na jep disa këshilla të vyera për mirëmbajtjen e lëkurës dhe dukjen perfekte të saj. Kujdesja për lëkurën në fakt fillon me mbrojtjen nga dielli. Pavarësisht se ne dëshirojmë të qëndrojmë në diell, të ekspozohemi, të marrim atë abronzaturën, është më mirë që të mbrohemi pasi edhe rrezet ultraviolet janë provuar që shkaktojnë një plagje të parakohshme të lëkurës së bashku edhe me gjenetikën, kuptohet me predispozitën gjenetike. Por fatmirësisht tashmë kemi shumë produkte të mira, procedura të cilat e parandalojnë, e ngadalsojnë procesin e plakjes, por gjithashtu edhe mund vendosim atë butonin reset për ta kthyer pas një lëkurë të plakur. Cilat janë këto procedura që ju sugjeroni? Ne sugjerojmë mezoterapin apo trajtimin me plazma. Për këtë periudhë këto janë trajtimet më efektive dhe më të pranueshme, pa efekte anësore që mund të bëhen edhe në periudhën e verës. Dhe në fakt në çfarë konsistojnë trajtimet e mezoterapisë dhe plazmës? Plazma dhe mezoterapia janë trajtime që konsistojnë në injektimin e plazmës, e cila përmban faktor rritje, faktor që rigjenerojnë kolagjenin, rigjenerojnë lëkurën, strukturat mbështetëse të saj, dhe parandalojnë në një farë mënyre plakjen. Do me thonë, vetë trupi, vetë lëkura, arrin të utilizoj ato mekanizma mbrojtës rigjenerues që ajo ka. Pra është një lloj ushqimi për lëkurën, është sugjerueshëm për gratë në moshë më të madhe apo edhe vajzat e reja mund ta bëjnë trajtim? Sugjerohet, rekomandohet që të kryhet edhe në vajzat e reja, në moshat e reja, pse jo edhe te meshkujt, janë trajtime që mund t'i bëjnë fare mirë edhe meshkujt.
sugjerohen të kryhen në moshë të re, për arsye se në këtë Për ta moshë parandaluar disi këtë proces. edhe kapaciteti rigjenerues i lëkurës është në maksimumin e vet. Po përsa i përket pastrimit të fytyrës? Edhe pastrimi i fytyrës është i rekomandueshëm në varësi të tipit të lëkurës, edhe shpeshësia e pastrimit varion. Tjera sugjerime që keni? Sugjerimet janë të evitojnë duhanpirjen, sepse edhe ajo nxit plakjen e parakohshme, të bëjmë një gjumë të mirë, një dietë të shëndetshme, sepse edhe një lëkurë e shëndetshme qëndron në një trup të shëndetshëm, dhe kur ushqehemi apo kemi një stil jete të rregullt, të shëndetshëm, atëherë edhe do e ndjejmë edhe do dukemi më bukur. E bukur e tërheq, ma gjeps, e vë në lëvizje një mekanizëm brenda qenjes së gjithë secilit. Gjithkush joshet nga linjat e rregullta dhe një pamje perfekte. Në Sante Plus, kjo është gjithmonë e mundur.